Mirëdita të nderuar miq. Mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës me Visaret e Vegjël. Duke qenë se në emisionet pararendës, unë kam patur gjithmonë nga një personazh të ftuar dhe kemi patur një temë të veçantë për të diskutuar, sot mendova të bëjmë disa gjëra ndryshe. Në fakt, kam ndërmend që fëmijëve të pranishëm t'u lexoj nga një pjesë në të cilën nxirren mësime shumë të rëndësishme. Pjesët janë të marra nga një libër në të cilin flitet ose më saktë trajtohet marrëdhënia midis gjyshit dhe mbesës. Në fakt, gjyshi e ka emrin Ahmet dhe mbesa Elif. Do doja që të gjithë pjesët e këtij libri të ishin prezente në emisionin tonë, sepse është shumë domethënës. Sot do doja të filloja me ndoshta pjesën më të këndshme, pavarësisht se i përket fragmentit të fundit të këtij libri. Titullohet Ja pra të bëra një vizë. Kur isha i vogël, isha një fëmijë çapkën, nuk lija vend pa shkelur. Një ditë, ju vura mbrapa zogjve, ndërsa një ditë tjetër, gjuaja me gura në lumë. Meraku im për gjuetin filloi që në ditët e para të fëmijërisë. Hyseni, djali i Dajës, ishte një gjuetar i mirë. Një ditë, unë i kërkova Hysenit që të merrte me vete në gjueti, dhe ai më tha: "Në rregull, Ahmet, nesër bëu gati që në mëngjes herët." Unë i thash nënës dhe për këto ju luta shumë që t'i merrte leje babait, në mënyrë që të shkoja që të nesërme në gjueti. Nëna mu përgjigj: "Kjo punë është pak e vështirë, birim, por unë do të përpiqem ta provoj." Mos pyet se sa u emocionova. Nuk dija nga të shikoja nga gëzimi. Nëna hyri në dhomë të babai. Unë fillova të prisja në derë me padurim. Nga brenda, dëgjoj zëri dëshpëruar i babait që bërtiste. "Nuk bëhet kjo punë me grua. A mund të qëndroj gjithë ato ditë pa bërë gabime? Një fëmijë i tillë është mësuar të luajë në mes të rrugës. Nëse ai sheh një gjarpër, do ta rregullojë në krah. Nëse sheh një derë, parpiqet do t'i hedhë sipër." Nëna ime shkret, Allahu e mëshiroft, me zërin e saj të butë si kadifeja, po i lutej babait tim me shumë mundim dhe po përpiqet i merrte leje. Mendo pak gjendjen time jashtë dhomës. Ndërkohë është gjysh Ahmeti që tregon. E kuptuat kalamaja? Unë po ndiqja me kujdes gjithë bisedën e tyre dhe po prisja me shqetësim dhe i mërzitur, madje dhe me habi, të më jepte leje babai. Në fund fare babai tha: "Megjithëse ti kërkon me kaq ngulm, në rregull, le të shikojmë. Vetëm dërgjo. Unë tani do të tregoj se çfarë do të ndodhë nesër dhe ti ta dish që nuk dua të më thuash që isha e pa informuar. Nesër, ai fëmijë nuk do të lërë pemë pa hipur, nuk do të lërë vrim pa u futur dhe në fund duart dhe fytyra e tij do të jenë të gjakosura. Ai do të kthehet në shtëpi në një gjendje të mjerueshme." Përsëri, nëna ime, me një zë të ëmbël, u përpoqe të qetësonte babain duke i thënë: "Nuk kanë për të ndodhur gjëra të tilla. Pse Ahmeti duhet veproj kështu? Ai është djalë i mirë." "Po si, ashtu do të veproj," ju përgjigji mat. "Ja pra, do ta bëj një vizë." Babai im, Allahu e mëshiroft, gjithmonë kështu vepronte. Ai bënte një vizë në mur dhe shkruante thënjet e tij aty. Domethënë ai e mbajti shënim se çfarë kishte ndërmend të ndodhte nesër për djalin. Që të mos e zgjasim shumë. Mua përfundimisht më dha leja për të shkuar të nesërme në gjueti dhe nga gëzimi nuk rria dot në një vend. Gjumi nuk më zinte dhe mendoja për aventurat e ditës së nesërme. Më në fund, erdhi agimi dhe u zgjova. Së bashku me Hysenin dhe shokët e tjerë të gjuetisë, ne u nisëm për në udhëtimin tonë. Gjatë udhëtimit, ku bëm me kilometra rrugë, gjuajtë mrosa, lepuj dhe shkurte, bashkë me zogjë të tjerë të pyllit. Ajo ishte dita ime. Rrobat ishin shqyer, flokët më ishin prishur dhe unë e shikoja me vedi e këtë gjë. Madje, nuk më kujtoheshin fare ato thënjet e babait një ditë më parë. Ndërkohë që nga ana tjetër gjyshi tregon dhe pyet Elifin. Kur i kujtoja fjalët, babai i pa thënë nënës: "Në mbrëmje ai do të kthehet në shtëpi i gjakosur." Dhe vërtet kështu ndodhi. Në mbrëmje kur dora përpara prindërve të mi, isha i dërmuar krejt. Nëna, nëna ime, ajo ishte ende më dërmuar se unë. Babai duke ju kthyer nënës i tha: "Shikoje fëmijën tënd. A nuk ti numërova ato një ditë më parë?
të gjitha veprimet që ai do të bënte, dhe ja ti kike. Ja pra, në atë moment më erdhi në mendje një ide e keqe. Mirë po, nuk kisha guxim t'ia thoja babait. E thënë drejt, nuk kisha fytyrë t'i thoja që kishte të drejtë. Elifi e pyeti gjyshin. O gjysh, çfarë do t'i thoje babait tënd? Do t'i thoja kështu. O babi, unë nuk kam as pak faj. Ti e dije më përpara se çfarë do të bëja unë sot. Ti e dije, sepse ja the ato nënës. Madje bëre edhe sikur i shkruajte në mur. Dhe unë i dëgjova thënit e tua. Nëse ka një gabim, ai është gabimi që ti më dhe leje. Elifi qeshi dhe i tha, o gjysh, pas ke bërë mirë që nuk i ke thënë të tilla gjëra babait, sepse në të kundërt do të nxej më shumë. Gjyshi u gëzua nga fjalët e Elifit, sepse e kuptoi që ajo e kishte marrë mesazhin. Të lumt bija ime zgjuar. Kjo është ajo që unë përpoqja të shpjegoja në lidhje me kaderin, apo caktimet e Allahut. Shiko, kujtimet e mia të vjetra i dhanë zgjidhje një problemi shumë të rëndësishëm. Bija ime, dita e Allahut dhe dia e tij është e pafundme. Siç edhe ti, Allahu duke e ditur se çfarë bëjmë ne, natyrisht nuk na detyron të bëjmë atë punë, sepse ai na ka dhënë dije dhe logjik. Në fakt do doja të ndalesh atë kjo pjesë, nderuar miq, sepse diskutimi më i madh i kohërave të sotme është fakti që duke qenë se Allahu e di se çfarë do të na ndodh, përse ne lodhemi të gjykojmë vetë? Kjo është edhe gjithë thelbi i historisë të cilës po tregoj. Më poshtë jepet shpjegimi. Ai na ka treguar të mirën dhe të keqen, dhe na ka lënë lirinë dhe fuqinë për të bërë ato që ne duam prej tyre. Ai na ka dhënë një mirësi tjetër, duke na thënë: mos bëni keq. Unë nuk kënaqem me veprat e këqija. Shumë gabime nga ju do të dënohen. Tani, nëse ne çohemi dhe bëjmë një punë të keqe, a është e drejtë që atë gabim t'ia hedhim Allahut? Askush nga ne nuk e beson. Prandaj themi: ç'të bëj unë? Mua kështu ma ka shkruar Allahu. Elifi ju përgjigj, duke vazhduar fjalën me një besim të madh. Po, ashtu është. Mirë po, mendja më shkoi diku tjetër gjysh, dhe vazhdon ta pyes. A nuk mundet ai të na pengojë ne që të bëjmë vepra të këqija? Allahu që na do kaq shumë, pse nuk na e bën këtë gjë? Do të ishte një mirësi. Gjysha Meti e pëlqeu pyetjen e zgjuar dhe vijoi. O Zoti im, ku të vajti mendja moj vajzë? Mirësinë më të madhe, Allahu na e ka bërë duke na lënë të lirë bira ime. Nëse ai nuk do të na jepte fuqi për të bërë vepra të këqija, atëherë ai nuk mund ta pengonte dot të bënim vetëm mirat. Çfarë kuptimi do të kishin mirësitë e xhenetit apo dënimet e xhenemit? Çfarë nevoje do të kishim ne që pejgamberët e Allahut dhe librat e shenjtë të zbrisin në tokë? Pra, do të ishin të parë të bishme të gjitha këto gjëra. Nëse Allahu do të na pegonte të bënim vepra të këqija, atëherë ne do të ankoheshim sërish, duke thënë: ne jemi të lidhur, përse duar dhe krahët tona janë të lidhura? Përse nuk bëjmë dot ato që duam? Krijimi ynë nga Allahu në gjendjen që jemi sot, lidhja e çdo gjëje me punën tonë dhe shpërblimin e dënimit ndaj gjërave të mira dhe të këqija, janë të gjitha caktimi i Zotit ndaj nesh. Ti do të thuash, ju drejtua gjyshi mbesës: a nuk ka gjëra që janë në dorën tonë? Sigurisht që ka. Le të marrim përsëri shembullin e Selmës, të një vajze të vogël e cila po kalonte rrugën dhe ndërkohë që po kalonte rrugën, një njeri i pakujdesshëm, duke ardhur me motocikletë, e përplasi dhe u bë shkak për vdekjen e saj. Ja pra, kjo është një ngjarje që tregon caktimin e Allahut për Selmën. Mos pyet për të tilla gjëra. Ne nuk mund ta dimë këtë apo atë çështje. Gjithashtu, çdo gjë që unë përpoqja të shpjegoja është në shembullin e Hazretit Musait dhe Hidrit. Elifi pyeti sërish gjyshin: si do të vej puna nëse ai njeri vrasës çohet dhe thot: çfarë të bëja? Kështu ka qenë për mua caktimi i Allahut. Gjysha Ahmeti ju përgjigj: ai nuk mund të thotë një gjë të tillë. Ai njeri që jepte motocikletës pa kujdes dhe pa përvojë, nuk mund të fajsojë caktimin e Allahut. Faji nuk është e caktimi i Allahut, por tek vetë ai, sepse ai ndërmerr një punë të rrezikshme dhe pasojat e punës së tij janë ato që vijojnë. Në fund, gjyshi bashkë me Elifin u gëzuan, sepse Elifi mësoi diçka të re. Në fund të fundit, ai u kuptoi një përgjigje të madhe, që e mira dhe e keqja janë nga Allahu. A është e vërtet kjo? Dhe nëse është e vërtet, po. Dhe nëse është e vërtet,
A është pa drejtësi që Allahu të na ndëshkojë kur ne bëjmë një vepër të keqe? Sigurisht që jo. Elif, këto fjalë janë të vërteta, por njerëzit e kuptojnë gabim fjalën e mira dhe e keqja janë nga Allahu. Shiko çfarë do të them. Do të mundohem të të shpjegoj gabimin. Në gjithësi ka vetëm një krijues, dhe ai është Allahu. Këtë gjë e dim të gjithë, apo jo? Natyrisht, meqense krijuesi i vetëm është Allahu, atëherë çdo gjë dhe gjithçka, pra të mirën dhe të keqen, e ka krijuar vetë ai. Kështu, ti nuk mund të thuash se ke faj, nëse Allahu e krijoi të mirën dhe të keqen sipas dëshirës sonë. Përsëri, erdhëm në të njëjtën pikë. Pra, Allahu ne na ka dhënë një mendje dhe logjik. Më pas, ai të ka treguar dy rrugë. Njëra shkon drejt xhenetit dhe tjetra shkon drejt xhenemit. Dhe të ka thënë: nëse ti do të bësh një punë të mirë, unë e krijoj atë dhe kënaqem për ty. Nëse ti dëshiron të bësh një vepër të keqe, sërish unë e krijoj atë, vetëm se jam i pakënaqur ndaj teje. Bia ime, ti e sheh, ky është kuptimi i shprehjes e mira dhe e keqja vijnë nga Allahu. Kjo do të thotë se Allahu krijoi të mirën dhe të keqen, por gjithmonë ai krijon ato sipas dëshirës sonë. Për këtë arsye, ai na bën përgjegjës ne. Në fund Elifi u qetësua, sepse mësoi diçka të madhe. Mësoi që e mira dhe e keqja vërtet krijohen nga Allahu, por ato shpërblehen në varësi të sjelljes sonë. Ju pëlqeu? Edhe historia e dytë, e cila titullohet Shiu që shpëtoi jetë, i përket të njëjtit libër. Pra, pjesëtarët e saj janë Selma dhe gjyshi i saj Ahmeti, në të cilën gjyshi tregon histori reale nga jeta e tij. Fillon. Në qiell kishin filluar të mblidheshin re të zeza, të ngarkuara me shi. Një erë e freskët përkëdhelte fytyrat e të gjithë atyre që ishin ulur në kopësh. Ata ishin përqendruar në një bisedë shumë të bukur, rreth faktit se të gjitha qenjet në përgjithësi vinin nga një shenjë i fuqisë së Allahut. Dhe më pas, ata erdhën në vete nga zëri e Mines, e cila ishte mamaja e vajzës, duke u thënë: "A t'u sjell çajin aty ku jeni? Moti u prish dhe nëse doni mund të vini këtu brenda." Gjysha Ahmeti u përgjigj: "Çajin tonë na e sill këtu." "Po ju çfarë mendoni?" I tha Elifit dhe Ishmetit. Edhe ata ishin të njëjtin mendim me gjysh Ahmetin, pra kishin ndërmend ta pinin çajin jashtë. Elifi u fut brenda në shtëpi me vrap për të ndihmuar të ëmën që po sillte çajin. Mbasi piu një glënk nga çaji i ngrohtë, gjysh Ahmeti i gëzuar i tha: "Ato duart e tua mos pafshin halle më i bi. Sa i mirë që nga ky çaj. Më pëlqen shumë të pi një çaj në një mjedis të freskët." Ndërkohë që mamaja e Elifit, zonja Emine, ju përgjigj: "Të bëft mirë baba. Moti jo vetëm u freskua, por dhe filloi të nxihet. Mbase do të bjerë shi. Mendova se mos është akoma më lagështi." Zoti Hishmet tha: "Le të bjerë, mjafton të bjerë shi. Tani bari, lulet dhe çdo gjë tjetër ka nevojë për të. Ne jemi lagur pak, por nuk është problem." Gjysh Ahmeti qeshi duke luajtur kokën, sikur po i miratonte fjalët që tha i biri. "Fjalët e tua më kujtuan një histori të vjetër. Atë kam treguar një herë se gjatë viteve kur shkoja për gjuhë e tij, ky shi më pat shpëtuar jetën nga një fatkeqësi e madhe." Zonja Emine ju drejtua: "Jo, nuk më kujtohet." Atë edhe zoti Hishmet nga ana tjetër tha: "Ka mundësi që unë ta di këtë histori. Thjesht nuk po vjen në mendje." Elifi që ishte bërë shumë kurioztare, filloi: "Dua ta di dhe unë gjysh, dua ta di dhe unë. Çfarë fatkeqësie mund të të ketë shpëtuar shiu ty?" Fytyra e gjysh Ahmetit ishte bërë gjithmonë më serioza. Ai dukej sikur po përjetonte përsëri të njëjtat vite që kishte shkuar më parë. Ato ditë kur binte shi. Filloi me fjalët: "Falënderimet e pafundme i takojnë Allahut. Atit ju dhim se robi i tij, Ahmeti. Nëse Allahu nuk do të më kishte ruajtur mua, pasioni im për gjuetin do të ishte mbyllur me një kujtim të keq, dhe unë do t'i hapja syt në burg." Elifi u emocionua akoma më shumë. Vallë, çfarë ishte kjo ngjarje që do ta fuste në burg gjyshen e saj? Ajo filloi të bëhej e padurueshme. Ndërkohë që pyeste vazhdimisht. Gjysh Ahmeti e vazhdoi bisedën rënd duke thënë: "Ishte një ditë e bukur. Era e mirë e pyllit të gjelbër ja zbukuronte jetën njeriu dhe i jepte një kënaqësi të thellë për të jetuar. Nuk mund ta dim bukurinë e atyre luleve shumë ngjyrshe në zonat më të thella të pyllit,
dhe ndriçimin e gjelbërimit të barit ata që nuk i kanë shëtitur ato vende. Si që thash, moti ishte i pastër dhe qielli ishte krejtësisht blu. Unë po ecja me çifte në krah, duke menduar se çfarë do dëgjuaja sot, ndërkohë që moti u prish menjëherë. Ret, tufa u përhapën kudo dhe qielli u nxi. Mbase do të bjerë një shi i rrëmbyeshëm, thash me vete. Ndërkohë, në ato çast pash një drenush. Nuk arrita të merrja shenjë, sepse ajo u fut menjëherë midis pemëve të dendura. Unë nisja të gjurmoja. Mirë po, ndërkohë shiu filloi të binte pa pushim. Gjuetarët po ju mbetën sytë të kafsha dhe nuk po shihnin më asgjë. Shiu më binte në fytyrë me shumë furi. Në atë çast e pikasa drenushën në një pllaj. Ajo ishte stukur në një listë të madh, mirë po dukej e shqetësuar, dukej sikur e kishte kuptuar se dikush i ishte vënë pas. Unë bëra gati çiften. Mirë po sa hape mbyll syt, menjëherë drenusha e friksuar lëvizi nga vendi dhe u tmerrua, më humbi nga syt. Përsëri u vura nga pas. Në një çast pash veten dhe vura re se isha lagur i tëri nga shiu, por nuk isha i vetëdijshëm për këtë. Ndërkohë, shiu kishte pushtuar dhe të gjithë pllajën, megjithse pak minuta më vonë do dilte dielli. Në qiell mund të shihej një ylber shumë ngjyrësh, i cili dukej i mahnitshëm tutje. Mirë, por nuk isha në gjendje për ta parë atë pamje të bukur me ato pika shiu. Të gjitha ishin në majë të gjetheve dhe shkëlqenin si perla, nga ku shkëlqente dhe dielli. Mendjen e kisha gjithmonë tek drenusha. Unë e pash atë çast. E thënë më drejt, unë shikoja kokën dhe jo trupin e saj. Ajo shkonte sa ndej këndej midis shkurreve të një sheshi. Zemra më dridhe nga gëzimi. Bashkë me këtë gjë, brenda kisha edhe një mërzitje të çuditshme, shkakun e së cilës nuk po e kuptoja. Këtë radhë nuk u mera kosa fare. E shtrëngova fort në kraharor çiften, mora me shenjë dhe preka këmbëzën e armës, së cilës gati sa nuk po i dilte ajo zhurma e mbytur. Unë mbeta i habitur në çast. Si ishte mundur që të qelloja me një armë dhe kjo armë të mos shkrepte? Diçka e tillë nuk më kishte ndodhur kurrë më parë. Hoqa çiften dhe pash fishekët. Ata ishin lagur nga shiu që sapo kishte rënë, prandaj dhe nuk ishin ndezur. Nga emocionet e gjuetis nuk e kisha patur mendjen ndonjëherë te kjo gjë. Në atë kohë, nga shkurret, kërceu dhe del gjëja më e çuditshme që më kishte ndodhur. U përpoqja të shikoj kokën e drenushës. Zemra e Elifit po rrite pa pushim. Nga emocionet ajo gati sa fliste me rrëmbim dhe nuk merrte frym fare. Çfarë është ajo gjë? Çfarë është ajo drenush? Nga goja e gjysh Hametit dolën 3 fjalë. Fëmia e rojës son të pyllit. Vetë vajza Elifi mbeti e manitur. Ai vazhdoi të fliste me një zë keqardhës, sikur halli i tij ishte pikërisht ajo që qëndronte përballë. Unë e falenderoj Allahun sa herë që e kujtoj atë ngjarje. Gjatë falënderimit të tij për të, lotët më rrjedhin sinqerisht, duke kujtuar ndihmën e tij. Ai më bëri që të mos më vriste tërgjegja për një kohë të gjatë, se ishte e mundur që nga ai rrëbesh shiu, unë të fitoja qetësinë time të përjetshme. Harrova ta mbaja çiften poshtë xhupit për ta mbrojtur nga shiu, i cili më bëri të shpëtoj nga një gabim i madh. E kuptuat kalamaja? Po. Ju pëlqeu? Po. Bravo. Ju fëmijë, dini duan e shiut? Po. E themi bashk? Po. Gati. 1, 2, 3. Allahumme salli ben nafien. Që do të thotë, o Zot, bëj që të bjerë një shi i dobishëm. Duke qenë se emisionet tona ne i kemi zhvilluar në natyrë, shpresojmë që Zotit na mëshirojë dhe të mos na jap shi në këto ditë që ne do të inqizojmë emisionet. Gjithsesi, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një ditë mbar dhe duke falenderuar fëmijët e pranishëm, do doja që ne të ritakoheshim sërish në emisionet pasardhëse. Do t'i përshëndesim fëmijën me një përshëndetje e bukur islame? Po. Gati? 1, 2, 3. Selamu Selamu alaikum. Përshëndetje.